Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Villa 24 dhe javë të mbarë të keni bashkë me ne të dyja këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur. Si e kat? Jam shumë mirë. Një javë të mbarë edhe për ty. Gjithashtu. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe një javë të mbarë dhe ju ftoj këtu te këndi Joni Gatimit bashkë me Anilën time, ëmbëlsirën e emisionit ton të mëngjesit, për treguar recetat që do përcjellim për juve sot. Çfarë do të bëjmë? Themi të hënën neve fillojmë zakonisht, jo gjithmonë, o me thjerza, o me fasule, o me kështu, do me thënë sepse qiqira. Kemi, si thuash, edhe thjerza në ngjyra të ndryshme, kemi dhe qiqira, kemi dhe fasule që mund t'i bëjmë në mënyra të ndryshme, kështu që neve sot kemi përzgjedhur që të përgatisim qiqirat. Qiqirat më falni, që do t'i përgatisim. Qiqira apo thjerza? Thjerza më falni. Do të rëmë se e kuptova, se në tasin këtu ka që ka thjerzat. Thjerzat, edhe thash për nese. Thjerzat të kuqe, që unë i kam shumë qefë se ngjajnë si ruazat të bukura. Dhe përveç se ruazave të bukura, kanë dhe shien e mirë dhe ngjyrën e mirë në momentin që serviret supa. Pra ka shumë gjëra kjo. Gjithashtu, për të përgatitur këtë supë, unë këtu kam, nuk është se është e domosdoshme me dojë moshe të mirëni këto patatet e ëmbla, por me që mundot një patate e ëmbël, vendosa një patate të ëmbël dhe një patate të zakonshme. Mund të bëni vetëm edhe me një patate të zakonshme. Gjithashtu shtom edhe karot. Përveç këtyre do të kemi një qep, do të kemi një domate, do të kemi një lug mikserzash, do të kemi këtu piper, po kjo së është piper djegës. Jo, është piper i kuq. Piper i kuq, okej. Piper djegës ose spec djegës. Ose fara, ato farat e lezetshme. Ato farat. Qëfar do të kemi tjetër? Do të kemi nenegjik, piper të kuq, piper të zi, hudhër ose hudhër të freskët, varet me thënë po. Gjithashtu do të shtoj këtu edhe pak djath krem, i cili është ai që do t'i japi atë shijen përfundimtare dhe do t'i japi më shumë vlera supës tonë për ta bërë më të plot gatimin e sotëm. Shumë mirë. Gjithashtu do të bëjmë një ëmbëlsirë në tigan. Në tigan, të shpejtë me thënë. Po, të shpejtë. Përgatisim supën shpejt e shpejt edhe një, si thua, kek në tigan, për të plotësuar vaktin e drekës. Pse jo edhe mbasdite, pse jo edhe për mëngjesin me një gotë qumësht. Këtu do të na duhen mandarina ose mundet edhe portokale nëse nuk keni mandarina. Vend të mandarinave mund të përdorni portokale. Gjithashtu do ta sill pak si më kështu sepse do të jetë pothuajse me fruta. Që do të kemi bajame, të cilat i kemi kështu në gjendje plur, në gjendje mielli, ose mund t'i keni vetë bajame dhe t'i ktheni me blender në miell, po. Sheqer pudër, që mund të përdorni sheqer pudër, mund të përdorni edhe sheqerin e zakonshëm. Do të kemi 2 kokra vezë, do kemi vanile, një lug baking powder, 2 lug miell, do me thënë varet me gluten, pa gluten, çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi, miell të shërë ose një miell tjetër të zakonshëm. Këto edhe gjalp, patjetër, gjalp. Gjalp edhe do të shtojmë, me qënë se nëse do të kemi gjalp si tua 7 zor, do të shtojmë pak vaj udhiri, do me thënë do jetë masa prabarta. Nëse nuk kemi dhe do të kemi gjalp bimor, mund të shtojmë vetëm gjalpin bimor, nuk ka nevoj që të shtojmë edhe vaj. E ndyrna të tjera. Okej, shumë mirë. Dhe për recetë të tretë, do të përgatisim një makaron të shpejtë, që unë kam menduar, do me thënë me spinaq, kam menduar që ta bëjmë me këtë me gluten free, këto makaronat. Ose mund t'ja bëni dhe me makaronët zakonshme, mënyrën se si do t'a përgatisim. Edhe për këto do t'na duhen domate, salcë domate, qep, në i thelpi hudhër, makaronat pa tjetër, spinaqin, edhe lëng, të cilin do t'a bëjmë neve këtë lëngur me një luk mix të këtyre erzave, për t'i dënë një ekstra shije. Pra këto janë dhe përbërësit për të përgatitur këtë makaronën e shpejtë dhe shumë të thjeshtë. Mund përdorni domate, mund përdorni domatina, varet do me thënë çfarë mund të ndodhet ju në shtëpi, që të keni gjysmë domatina, gjysmë do me thënë masën e domates, për t'i dhënë më tepër ëmbëlsi. Në rast të kundërt, mund të shtoni një lug ketchup të çajit në vend të domatinave për t'i dhënë një ëmbëlsi asaj salsës. Gjithashtu këtu do t'na duhet edhe këtu qumësht që se kemi marrë, kemi lënë në frigorifer që t'i kemi në gjendje të mirë, te keku, ndërsa këtu do t'na duhet pana. Që do t'i marim në momentin, do t'i nxjerrim në momentin që do të gatuajmë. Tani gjatë kohës që Kati shpjegon, thot, i keni apo si keni në shtëpi? Po, ti fillon me njerë nga puna, do nisi me thjerza, duan më shumë kohë? Të cilat do t'hedhim më vaj, do t'hedhim një, do me thënë vaj dhe gjalp këtu.
gjysmë, do me thënë, aty kam 2 dhe 2, një luk do të hedhim tani, një luk do të hedhim pastaj më mbrapa, do të regojmë se kur do të hedhim, kështu që do hedhim tani për të filluar. Me njëherë me recetën, e cila është vetëta që do pak më tepër kohë sot, të dy të tjerat janë të dyja të shpejta, si ëmbëlsira ashtu edhe makaronat, duke ju kujtuar pakës produktet që ne kemi këtu mbi Dryez. Në fakt janë tepër cilësore, janë markat më të mira që vinë ekskluzive në të gjitha pikat e dyqaneve organike në Ranzi, ku gjeni gjithçka që nga produktet e freskëta, ku po përmend këtu ato më të përdorshmit të tipit gjalbi apo pana që do t'i kemi sot në këto receta, frutat e thata që janë vendi ideal për të gjetur gjithçka, pa diskutim lloje të ndryshme të erzave, një pasuri më vete në fakt zbulohet tek në Ranzi, erza të gjitha llojeve dhe më pëlqejnë në fakt kur vinë dhe me këto paketimet e mëdha, sepse janë të bollshme dhe ju i blini një herë dhe i keni për kohë shumë të gjatë në shtëpi, sepse madhëvendja zonjat e dinë shumë mirë që ndonjëherë gjërat që na mbarojnë dhe harrojmë t'i blejmë janë kripa, erzat, por që duhet të jenë se s'bën pjesë e shtëpisë, sepse nuk ka gatim pak kripa, piper të zi, pak pa ndonjë erz tjetër më të njohur, më popullore, specikush, dhe energjiku e tjerë. Sigurisht që edhe pastat nuk mbeten më mbrapa, të cilat na vinë në variante dedikuar edhe shëndetit dhe ditës tuaj ushqimore, pra këtu po flas për glutenin, për shembull, apo pasta organike, makaronat organike, siç janë të dyja që ne kemi sot në studio. Unë do të preferoja këtë paketimin këtu që u hoqa sapo ju e patja. E kthej këtu në vend. Okej. Janë super të shëndetshme, e dalloni edhe nga ngjyra në fakt, dhe për më shihen pastaj nuk kam ç'të them sepse do duhet ta provoni. Ne kemi përdorur shumë herë. Orizi gjithashtu tek në Ranzi është shumë i këndshëm, shumë i mirë. Kemi jasminin që ne përdorim shumë shpesh në studio, por edhe forma të tjera apo bazmatin që Katerina na e ka sjellë në receta të ndryshme, të ftohta, të ngrohta e tjerë. Perimet e ngrira, meqense ka disa po ka shtuar karotat në tenxhere. Ishin karotat e fundit Anila. I mbaruam atë paketimin? I mbaruam. Shtuam sot në supë, kështu që për të bërë të kombinimin e mirë. Dhe tani me njëherë sa kemi hedhur, do me thënë kemi hedhur qep, kemi hedhur hudhër, kemi hedhur patate të ëmbël, patate të zakonshme dhe karotat. Thash për punën e patates së ëmbël, do me thënë të kuqe. Nëse keni mund të ashtoni, nëse jo, sigurisht që duhet të dim që dhe ajo ka vlera ushqimore. Çdo lloj, si thua, produkt ushqimor ka ato vlerat e veta. Kështu që nuk hezitojmë se çfarë do të konsumojmë dhe themi që do konsumojmë këtë, se kjo është e mirë. Të gjitha janë të mirat. Në një ushqim nuk mund të gjejmë të gjitha vlerat ushqimore, sepse duhet të dim që trupi i njeriut, e kam thënë herë tjetër, është i përbërë prej tabelës së Mendelejevit, që ka pasur 150 apo 63 diçka e tillë. Nuk jam e sigurt, por që dua të them këtë që janë zbuluar dhe elemente të tjerë, do me thënë që janë rreshtuar tek tabela e Mendelejevit, që do të thotë kjo që neve nuk mund, do me thënë që të zvendësojmë që me një ushqim, ose me 2, ose me 3, ose me 10, dhe s'mund të themi që duhet të konsumojmë këtë, sepse ky ka vlera ushqimore dhe do të ham vetëm pataten e ëmbël, ose thjerrzat, ose fasulet. Jo, që të kemi një trup të shëndetshëm, duhet të ham nga të gjitha ushqimet, përveç atyre që kanë pastaj probleme me shëndetin që janë të rekomanduar nga puna e doktorit. Ndërsa neve si kuzhinier duhet të dimë, domethënë, që nëse kemi atë fillojmë me një trup të shëndetshëm, të fillojmë dhe të ushqemi me ushqime nga të gjitha llojt e ushqimeve. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani i shtoj edhe pak krip. Do t'i hedh pak piper, por ndërkohë që unë do të shtoj atë pjesën e, ta marrim me një luk, mos ta marrim me dorë. Pjesën e asaj miksë erzave, nuk ka nevojë, do me thënë, që të shtojmë edhe gjërat të tjera. Domate nuk kam shtuar, domate kështu të plot siç është. Ashtu kokër? Po. Të qëruar normalisht? Sepse këto unë do t'i sjell në trajt kremoze sot. Nuk do t'i lë kështu siç janë. Pra do të hedhim edhe domaten, të cilën unë domaten i kam hequr pjesën e cipës. Mund ta vendosni në fillim edhe me pjesën e cipës dhe ta heqni në momentin kur e vendosni, do me thënë, për ta gri, ta thyer në trajt kremoze. Tani është momenti që përveç se këtyre do shtojmë edhe thjerrzat. I shtojmë edhe thjerrzat me njerë që tani. Të gjitha këto duan të zjenë, dhe pasi të na janë zjerë, do t'idha i procesi tjetër që do të kthehet në trajt kremoze dhe do të shtojmë djathën e këto të gjërat e tjera që do t'i tregojmë hap pas hapi në momentin që do t'i
përgatisim. Dhe do të lexojmë pak recetat, Kati. Ta hedhim edhe këto. Se një zoj na kishte kritikuar që duhet t'i nxjerrim pak më shpesh, sepse nuk arrin dot t'i lexojnë të gjitha. Po, edhe këto unë tani, do të edhe ujin e ngrohtë, një lugë, edhe kapakun sipër. Edhe Anila mund të filloj të lexoj. Okej. Në rregull. I shohim recetat në ekran. Atëherë, po I lexoj pak më ngadalë, meqense ju na keni thënë se ju duhet më shumë kohë për t'i parë edhe një herë të renditura. Pra, sup kremoze me thjerëza të kuqe dhe perime, receta e parë që kemi nisur javën sot, na duhet një filxhan me thjerëza të kuqe. Këto kemi zgjedhur ne, sigurisht që ju mund të zgjidhni edhe thjerëza mix apo thjerëza të jeshile, tek në randi I gjeni alternativat sipas dëshirës dhe shijes suaj. Na duhet një kokër qep, na duhet një thelpi me hudhër, një patate, 2 karota, 1 domate, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, 1 lug mix erzash, 2 lug djathë të shkrir, krip, piper, speci të kuq dhe nenexhik. Makarona me salcë domatesh e spinaq do tjetë receta e radhës që ne do të sjellim sot me një pako makarona pa gluten, një qep, 2 thelpi hudhra, 10 domatina ose 2 domate në kubik, 1 lug ketchup, gjysmë filxhani pure domatesh, 250 gram spinaq, 2 filxhan pana, 2 filxhan lëng perimesh ose pule, vaj, krip, piper, djathë kaçkavall për servirje. Dhe do të kemi edhe një kek të shpejt në tigan me miell bajamesh dhe mandarina. Dhe për shtresën e parë do të na duhen 6 kokra mandarina. Ose lexojmë brumin, si të dëshironi ju. Okej, qëndrojmë këtu. 6 mandarina, 2 lug gjalp, 4 lug sheqer pudër. E ndërkohë do të realizojmë edhe brumin me përbërësit që do të shohim në recet në pjesën e dytë të së njëjtës recet, pra e kemi ndarë në 2 pjesë për t'ju bërë më të lehtë. Për brumin e duhet 1 filxhan miell bajamesh, 2 lug miell, 3/4 filxhan sheqer pudër, 3/4 filxhan qumësht, gjysmë filxhani gjalp të shkrir, 2 lug vaj, krip, 1 pako vanilje, 1 zarf pluhur pjekës. Kërkoj ndjes atij Anila, sepse unë që kam dërguar punën e recetës nuk e vendosur 2 kokra vezë. Ku I kemi tek keku. Okej, kemi dhe 2 kokra vezë, të cilat ne do t'i... Duhet I shënojnë anvisat që do të për të përgatitur këtë kek në tigan, do të na duhen edhe 2 kokra vezë. Okej, ne këtu I kemi, do t'i përdorim edhe në gati. Kur t'ja u lexoj prapë recetën, do t'ja u them dhe 2 kokra vezë. Kështu. Tani do ndezim dhe unë them të filloj me këtë, domethënë sobën andeshje, të filloj me njëherë për të përgatitur kekun, sepse duhet që ta lëm që të na bëhet gati dhe lëm makaronat të fundit, që makaronat nuk duan shumë kohë për të bërë gati. Dhe fillojmë të... Endezim, po s'po në ndizet. Do ndizet. Me duart e tua pa tjetër që do ndizet. Ja, kështu. Endeza. Atëherë fillojmë, do me thëmë, duke marrë të... Si do nisim? Ja. është shumë thjesht, fillimisht faktikisht duart e tigani të vendosë manderinat në gjalp edhe në sheqer pudër. Sheqerin pudër e kam këtu. Do t'i presë Anila, kështu që ja, do t'i vendosë. Me gjithë lëkurë të vendosësh? Ma hap lutem vetëm atë mua ti. Që të hap? Mi qopja lider në fund. Sot e ke njësër mandiz dhe hap. Qa të hap? Mjellin. Okej. Në regull, Kati. Ja, kështu. Në ka del gjumi akoma sot, është e hanë. është e hanë, na duhet pak. Na duhet pak kohë, lutem edhe një thiko, Anila. Sa I këndshëm që nga kjo, sa I lezetshëm. Po thash që mund të bëjnë ambisat edhe nëse kanë ato bajamet në shtëpi, mund t'i bëjnë. Faleminderit, po do marrë këtë me sharë që pret më kollaj. Po, ma specifiko, të thash? Jo, s'ke faj. Ky përdoret besoj dhe për zbukurimet të ëmbëlsirave, bajame. Po, jo, kemi ato fletzat, po edhe ajo nuk është seja shumë. Tani më qroba to, se mendova se I qroja kollaj, po jo, duan qruar. Okej, erdha. Sa kokra na duan? Po një 5-6, se janë të vogla. Janë të vogla. Atëherë. Se do t'i presë në mes pasaj për t'i hedhur. Pjesën e parë ne mbaroj me qërim mandarinash. Ti kisha qëruar në fakt. Ja, do hedhim gjalpin, hedhim gjalpin të shkri dhe sheqerin që ta kemi gati. Kështu që do hedhim këto të para, nesat në shkri gjalpi edhe. Okej. Tani, një pytje ka ishtë të vogla I zjodhe vetë se I do ëmbëlsira, apo këto gjete në treg? Jo, këto gjeta për momentin, ba nuk është se... Shiko të them të drejtën këto, unë I mendoj se janë më të mira. Po gjeni një që qërohet letë, se e kanë të... Ti ke hallin se nuk I qërojmë do shpejt. Mirë ti ke hallin tëmë, po që faktikisht unë nuk e di pse kam atë manin edhe domateve të vogla, edhe
çdo gjë, domethënë I dua më të vogla, më duket sikur aromën e kanë shumë të mirë. E kanë shumë të mirë. Edhe sa na duheshin? Ma janë 5-6 kokra. 3-4, tani që po I qëroj unë I qoj 5-6. Po mi më me që janë kështu, janë 2 lugë duhet të sheqer, 1, ja dhe 1, 2, mos marim lugë tjetër, se duhet hedhim edhe tek ajo pjesa. Do shkri gjalpi dhe sheqeri, e mirë ti artiste o Anila, shiko sa shpet që I bëre gati. Op, e kemi me kështu. Atë mendova se s'do e përdori. S'ka gjë, ja, e hoqëm. Pra gjalp, sheqer... Edhe po ngelet në një bërtham nuk ka problem. E di pse Anila? Mos bëjmë më? Janë të vogla, jo. Vazhdo thua, jo? Me që janë të vogla, do vazhdojmë, sepse duhet të ambushim të pjesën e fundit të tiganit. Kështu që vazhdo. Nuk ishte një tigan më të vogël, të meronim pun me 3 kokra. E ku I gjeta dhe ukto. Po, ke ti. Mu duken kështu të verdha dhe... Lezetshme për syrin të atë. Që të mbushe mos bëjshin të mdhaja si portokale. Prandaj, jo se... Edhe kjo dhe mjafton, mbushet ajo. A thua? Po, them. Po duam që ka hapësirë ato që të... E mirë, hajde. Po bëdhe një, se do duket më bukur kur do kthehet, se kjo do kthehet pastaj, kupton? Prandaj, ja, e do dhe një. Shko tani me gjalpi me sheqerin që shkriu, marrin aromën e mirë. Do përgatis dhe brumin që ta hedhim sipër, edhe do ulim temperaturën, në temperaturë të ullët, do ta mbulojmë me kapak dhe do ta lëmë për një 20 minuta dhe do të jetë gati. Prandaj quhet kek I shpejt, por ju garantoj që është shumë I shishëm. Tani mos bën të shish me manderinat këtu me sheqerin dhe me gjalpin, aromatizohen. Faleminderit Anila. Të lutem. Tani këtu kemi këtë. Kam bajtur filxhanin tim sot që të... S'ke bërë kafe sot? Kam bërë të filxhanin tjetër. Se më duhe për të bërë këto masat. Atëherë. Ja. Tani shumë shpejt do t'i bëjmë gjërat gati. Qumshin Anila. Po. E kam aty tek frigoriferi. Janë 2 pako qumësht aty. Këto? Merë një. Është e tjetër. Këdo ti? Po, s'ka gjë dhe aji mirë është. Okej. Një. Sa na duhet qumësht? Tani, najde, një filxhan. Okej, kemi pra. Ka. Për i qikë si kam këtë lugët. Ma 10-3-4, ta nuk duhet ta mamë një, do të shikojmë. Çfarë ka? Dhe të hedhim këtë për baking powder. Okej. Me thënë I bje një zarf, kjo është me vogël e kafes, nuk është e çaj, të hedhim dhe vanile, them tjerë nga kjo e lëngshme sot. Shumë e mirë shë. Edhe pluri, në fakt. Edhe pluri, mirë, po me që më ndodhe para, u kape para në dorë, mora atë. Pra mirë, këtë hedhim vezët, të gjitha brënda. Nuk I kontrollova se jam e sigurt për punën e vezëve që I kam të freskëta. Të duhet më sheqer I plur? Po, do të më duhet për këtu. Ja, do hedhim edhe këtu. Mos ta matim të filxhani tani që kemi hedhur atë. Është mjaftueshëm. Tani urdhë Anila, s'më duhet më. Ajo që më duhet është qumshi. Sa të bëhet një brum keku. Shpërnda dhe aroma e vaniljes? Po, I dha një aromë shumë të mirë. Mund të përdorin aromë vanile, mund të përdorin edhe do t'i hedh pak akoma nga kjo.
Dhe kemi gati për ta hedhur brenda. Do me thënë, kjo bajamja e lidhë, thuan ti, aq pak miell na duhet. Një filxhan, thëmë? Miell gruri? Miell gruri, 2 lugë të supës të plota. Okej, dhe aq mjafton për ta lidhur dhe për ta kthyer në një brum të ngjeshëm me brumin e kekut. Po. Tani do ta hedhim sipër. Kështu? Urda. Faleminderit. Do ta kthejmë pastaj? Do ta kthejmë. Po tani do ta ulim temperaturën, se nuk do më temperaturë të lartë. Do të koha që ne të shkëputemi. Do ta mbulojmë me kapak, do ulim temperaturën. Do tani në temperaturë të ullët. Të dyshi. Me thënë një temperaturë të ullët, se e ka të temperaturën ajo tani të lartë, do të ullët që ajo të bëhet me temperaturë të ullët për 20 minuta dhe do ta kemi gati. Okej, shumë mirë. Ne marrim kohën e pushimit, sistemojmë pak tryezën, i lëm kohë edhe kekut me mandarina të bëhet, edhe thjerëzave të marrin atë kohën e nevojshme për të zirë. Kur të kthehemi do merrem me makarona dhe do mbarojmë të dyja recetat që kemi nisur, sepse nuk kanë përfunduar këtu ende. Po, sigurisht. Okej, publicitet tani. Jemi rikthyer në studio, pjesa e dytë është kjo, live në News 24, në këndin e gatimit, këtu ku ne qëndrojmë çdo ditë nga e hëna në të premte dhe gatuajmë me duart e arta të katit ton që na sjell pjata të shkëlqyera. Faleminderit e dashur për komplimentin. Të vërtetën thash. Po, të dashura Anvisa, neve thamë që sot do të përgatisim një supë me thjerëza, por jo vetëm, kemi shtuar këtu që në fillim fare, siç e pam, deri të shikojmë edhe një herë këtu, ja shikoni, janë ato patatet të ëmbla të kuqe, domatja, thjerëzat shiko se si janë bërë tani janë gati këto, qepa. Kemi hedhur një lugë mix erëzash për të na dhënë një aromë dhe një shije të mirë. Nëse keni këtë mund të shtoni atë, nëse nuk keni mund të shtoni miksin tuaj që keni në shtëpi, që me turmerik, me piper të zi, piper të kuq, piper, do me thënë me fara speci djegës nga ato, do me thënë që ka brënda kumel ose çfarë mund të kenë, do me thënë preferencat tuaja, tek supa shkojnë gjitha këto. Mund të shtoni akoma ndonjë deg dafine, rozmarin, sepse edhe ato i shkojnë kësaj lloj supe. Kështu që ato i përzidhni vetë juve, por unë u jap të zgjidhjen sepse atë që kam thënë gjithmonë te kompania Neranzi është ajo mix erza që kemi aty që do na duhet edhe tek ajo pjesa që do përgatisim makaronat, e cila është një zgjidhje e duhur e keni në shtëpi dhe e përdorni për shumë lloj gatimesh. Tani supa jonë është bërë gati dhe jemi në momentin që do të bëjmë këtë, do ta kthejmë domethënë në krem, trajt kremoze. Ne do bëjmë pak zhurmë. Nuk do shumë zhurmë. S'bën shumë zhurmë. Nuk bën shumë zhurmë. Është më e qetë kjo. Okej. Me të më kujdes kur kryeni këtë proces, që të mos digjeni se mund të kapërcej ndonjë. Nuk është pak e trashkat? E kemi gati. Apo kështu duhet e do? Jo. Do ta shtojmë do me thëmë pak ujë të ngrohtë. Ose lëngë do me thëmë, çfarë mund të ndodhet. Tani, do shtojmë pak djathë një herë, të shkrirë. Do t'ja hedh që tani në këtë moment. Dy lugë djathë. Temperatura e nxehtë, vetëm largohen nga vatra, sepse ato e disa të djegin, po të kërcyen në duar. Hedhim djathin. Nëse merrem unë atë. Tu kam pak ujë të ngrohtë, me qenë se më ashtu nuk kemi lëngë supe, ose lëngë pule, ose do ta frotojmë edhe një herë, që këtë pjesën e
E kemi gati. U krye? Po. Më rëshket dora tani edhe. Ashtu, faleminderit. Ja të vendosim këtu. Kjo është gati, do hedhim këtu pak gjalp edhe pak vaj. Këtë? Po, gjalp lope të freskët. Jo, kam këtu. Është ai freskët, kjo është margarina vegetale. Po. Do hedhim gjalpin, të shkrim. Edhe këtu tek gjalpi, pastaj do hedhim nene gjik. Ma djetja hedh nene gjikun brënda dhe do t'i hedh atë piperin e kuq, do t'a bëj dhe me pak piper të kuq. Të ëmblin apo farat e specit? Nga të dyja, Anila. Nga të dyja, nga pak, okej. Farat e specit t'i hedhim edhe këto. Apo e do pluhur këto të kuqen? Ja hedhim edhe sipër. Këtë pluhur të kuq të hedhim aty që të servirim dhe t'i hedhim direkt tek pjata. Okej. Si të dëshirosh, të gjitha variantet i kemi në mundi për ta patur më të freskët, por edhe gati në këtë paketimin më të madh. Tani të heqim neve këto këtej, sepse duhet të është bërë gati, ta lëm të ftohet pak dhe ta kemi ta lëm këtu, që ta kthejmë pastaj në momentin... Këtë këtej është një kek me mandarina. Ndoshta jo të gjithë na keni parë nga fillimi. Një kek në tigan, i bërë shumë shpejt, filloi dhe mbaroi puna këtu, shtuam pluhur, sheqer pluhur, gjalp dhe vendosëm mandarina të ndara në gjysëm, rreth i qark tiganit, pasi i lam të gatuhen pak me njëra tjetrën, të marrin atë shijen e mirë, krijuam një brum me miell, me shumë pak miell, dy lug, me pluhur bajamesh, vezë, sheqer pluhur përsëri, dhe të gjitha të masën ne ja shtuam sipër mandarinave. I mbuluam me kapak dhe i kemi lënë për rreth 20 minuta, ndoshta edhe pak më shumë, gjithashtu edhe qumësh. Do e rikthejmë recetën në një moment të dytë, ku duke ju kujtuar se videon e gjeni në pak minuta më vonë, pra kur ne përfundojmë transmetimin live në YouTube, në News 24 ose Villa 24, gjeni videon e plot. Pra ato shpjegime që ndonjëherë në këto rikthimet në gatim që ne bëjmë mund t'i kalojmë, i keni të shpjeguara shumë mirë gjatë kohës që receta është gatuar. Atëre, kemi hedhur qepën, pastaj më mbrapa do shtojmë këtu brenda edhe domaten e gjitha me radhë. Do t'i hedhim, do hedhim dhe makaronat, ujin e ngrohtë, që kemi që do ta bëjmë me përgatitur me një lugë nga ky miksi i erëzave dhe do t'i lëmë të zihen. Edhe ne do të përdorim këtë pakun, domethënë të makaronave. Është fikur, thjesht është fikur. Prandaj thash edhe unë pse s'po na merr. Ndezim prapë. Të dyja, vetëm atë sipër, gjalpin. Atë të gjalpit që më duhet domethënë për ta servirur. Atëre, le ta bëjmë këtë, heqim atë pjesën atyre përpara Anila, të vendosim pjatë. Okej, atë krijojmë pak vend që të nxjerrim pjatat e përfunduara. Ja, supën e dua kështu, domethënë as shumë të trash, ja të jetë një supë e tillë, kremoze, as e holl dhe as shumë e plotë. Ju kujtoj që po gatuajmë sot me produktet në Ranzi. Produkte shumë të mira, që është e vërteta. Bëj një diferencë totalisht në treg, në të gjitha gamën e produkteve që ofrojnë. Ka ti unë sikur së të lesh shumë vënd ty, apo na del? Na del, për të vendosur këtë pjatën e parë. Që do të thot? Ja, dhe këtë mund të largojmë. Të marim pak piper. Ngroaj do me thënë në kjo. Dhe kjo është që ua hedhin në kohën e fundit, do me thënë për servirje. Sa aromë të mirë gjalpi... është gjalpi freskët. E është dimër tani, hitet në qikë më tepër. është tipike aromë dimri kjo, këtë gjalpi me këtë pipere. Edhe gjalpi, por ndërkohë Anila që e kemi nevojë, do me thëmë pak i ndyrë tani në kohë të dimri. Pa tjetër, ndryshon mënyra të ushqyre si pas tinës. Nuk është që themi kjo, e mbyti me gjalpa, e mbyti me vaja. Po jo, se ne... është
si tu është... Në dy lugë gjallë shtuam në tigan dhe është për... Po. 4 pjata apo njëherë? Te kemi gati për të serviru të tjerat. Të lumë shinduar. Tani, ajo është gati, nuk ka nevojë, do me thënë nëse këtu kam thjesht një spec për t'ja shtuar akoma më shumë atë lezetin, por ndryshe është në rregull, nuk ka nevojë për... Okej, shumë mirë. Ja, të lumë shinduar. Tani këtu merremi me makaronat. Makaronat, të marra të lugën. E marim? Jo, që ka me thjerza. Nuk e pash nga largë. Faleminderit, s'ka problem. Do të shtojmë domaten, se to nuk duan shumë, si të thuash, kavërdisje. Këtu kam domaten pure, të cilën faktikisht unë e kam të aromatizuar këtë. E gatshme apo e ke bërë vetë? Po e kam bërë vetë. E ke bërë vetë. Kështu që do t'i shtoj pak ketchup për t'i dhënë pak ëmbëlsi. Ja, një kaq. Kaq, okej. Jo shumë, ta tepërm se është e ëmbël dhe nuk dua do me thënë. Një lugë çaj, pak më shumë se një lugë çaj, po. Për masën që unë kam. Jo di pse kjo nuk ka shumë temperaturë. Nëse do ta kalojmë në krahun tjetër, bëjmë një shkëmbim, nëse mendon se ka më shumë temperaturë. Jo mendon thua se do jetë? Se di. Ajo tek 9 është? Po. Tjetër, këtu tani, me njëherë, këtu i hedhim të gjitha njëherësh, nuk ka nevojë të më thënë që ta lëmë të kavërdiset shumë, sepse do zihen dhe dua që t'jenë më shumë të zjera se të skuqura. Kështu që i hedhim të gjitha njëherësh, ndërkohë jemi kujdesur të kemi ujë të valuar atje. Okej. Do të edhim edhe spinaqin, që e kam përvëluar. Këtu thot gati për 7 minuta, Kati. Kështu që aq kohë do t'i duhet edhe... 7 neve e fikë sobën, do me thënë, kur e përgatisim në shtëpi, dhe i lëm edhe pak, do me thënë, në temperaturë të sobës, që të bëhen, sepse që është e vërtet, ato e duan pak më tepër nga ajo që thot. Ja kështu i kemi të gjitha të hedhura në tenxhere. Kjo është një recetë e thjeshtë e shpejtë, mund ta bëjnë akoma edhe fëmijët e vegjël. Spinaqin thjesht e kemi kaluar në ujë të nxehtë? Po, në ujë të nxehtë e kalova unë, do me thënë e lava dhe e kalova pak në ujë të nxehtë, e përvëllova që t'ishte pak më i lehtë. Prandaj dhe e bëra këtë gjë. Këtu kemi djathën, tani kemi edhe këtu që të shtojmë edhe një lugë nga ky miksi. S'kemi më lugë. I bëm të gjitha. Të hënave, guzhina, nuk është në vendin e vetë, e kemi thënë këtë. Bëjmë punë të fundjavës, ca gjëra futen në ca rafte, ca të tjera, në ca vende të tjera. Edhe, le të shohim pak recetat. Kemi plot. Supë kremoze me thjerza të kuqe dhe perime, pjatë e cila mbaroj, një fixhan thjerza të kuqe, një qep, një thelpi hudhër, një patate, 2 karota, një domate, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj, 1 lugë mix erzash, 2 lugë djathë të shkrirë, krip, piper, speci të kuq dhe nenegjik. Makarona me salcë domatesh e spinaq na duhet, një pako makarona pa gluten, një qep, 2 thelpinj hudhra, 10 domatina ose 2 domate në kubik, 1 lugë ketchup, gjysmë filxhani pure domatesh, 250 gram spinaq, 2 filxhan pana, 3 filxhan lëng perimesh ose pule, vaj, krip, piper, djathë kaçkavall për servirje. Kek i shpejt në tigan me miell, bajame dhe mandarina për shtresën e parë, 6 mandarina, 2 lugë gjalp, 4 lugë sheqer pudër. Kështu ka nisur keku. E më pas? Ka vazhduar me 1 filxhan miell bajamesh, 2 lugë miell, 3/4 filxhan sheqer pudër, 3/4 filxhan qumësh, gjysmë filxhani gjalp të shkrirë, 2 lugë vaj, krip, 1 pako vanilje, 1 zarf pluhur pjekës, këtu kemi shtesë edhe 2 kokra vez. Shikon që nuk i harrova. Bravo. Shikon sa e vëmendshme janë. Edhe... A se vëja në dyshim Anila që ta harroje. Çfarë po bën aty? Ja, se shiko, kemi pas në energjik të thatë të supa? Pa. Ti vu pak në energjik të njom. Për dekor. Shumë bukur. Ti jap një dekor.
Tani këtu, pasi kemi hedhur, edhe e lash kështu nuk e të razova që ta shikonim, edhe këtë pjesën e mix erëzave, do të edhim edhe pana dhe ndërkohë edhe ujin e valuar. Dhe do i lëm ashtu. Do i lëm ashtu dhe do bëhen gati, si një lloj sufle e bëhet kjo. Në kuptaj. Sufle në tigan. Shumë mirë. Më pëlqejnë këto recetat që nisin edhe mbarojnë aty, në pak minuta. Sa gjenë shumë mirë, nuk garxuam shumë sot neve. Po kishim shumë trazime për të bërë, po tigan me gjithë ëmbëlsirën 2. Edhe një tenxhere. Do ta çem te vendi. Sekonda një latë që i bëj këtë. Edhe... Do ta kthejmë në këtë kekun? Po. Ta shojmë të pak thyer? Keku në tigan, me mandarina, me pluhur bajamesh, me sheqer pluhur, me vezë. Shumë e mirë. Do të thonë duket ndryshe. Ja ku kemi një kek, sepse është bërë i gjithi në tigan, dhe kur ta kthejmë nga krau tjetër, në pjesën e poshtme të tij, dhe mandarina. Ka mandarina. Kështu që do duhet besoj të ftohet para se ta kthejmë, edhe pse e shoh që në ansore është shkëputur pak, këtej të paktën. Shpresojmë që të na dalë edhe forma ashtu e bukur siç është gatuar. E ndërkohë kemi 3 minuta. Tjetër shije ka kjo Anila, nuk ka të shijen e kekut që bëhet në furn, por është më i butë, është shumë i shishëm dhe bëhet i mirë. Tani marrim këtë pjatën edhe kthejmë. Ky është ai momenti delikat që të gjithë mendojnë, shpresoj të dalë mirë. Mirë, mos do që të dalin e live me këtu. Është momenti që unë duhet të kisha lexuar receta, por ja, doli. Shumë mirë është. Ma jem një çik si ka ngel një të mandarina këtu. Që të mbulojmë këtë. Okej. Ja. S'ka që sa i do prijet. Na rregull. Okej. Edhe pak sheqer pluhur, si për do t'i shkonte? Shiko, edhe bajame të kam kështu bajame fletza unë, që por ato faktikisht para se t'i shtojmë duhen ka vërdisur një qik. Okej, nuk kemi ko. Gjithatë neve nuk kemi ko për t'i hedhë dy. Plus që edhe sheqeri, po hidhja ashtu, edhe sheqeri pluhur e kemi thënë gjithmonë që në rastin e ëmbëlsirave duhet të hidhet pasi të jetë ftohur ëmbëlsira, jo kështu e ngrohtë siç është, se ndryshe sheqeri do të shkrijë edhe nuk do duket fare, thjesht e shtojmë dozën e sheqerit të ëmbëlsirës dhe nuk e kemi ato pamje në bukur. Kështu që me këto flexat e bajames ne e kryejmë edhe dekorin edhe ato prekjen e fundit të ëmbëlsirës dhe jemi brenda shijes. Plur bajame ka brenda. Kemi ko t'i vëmë dhe pak mandarin. Po kemi, po s'do kemi ko për makaronat. Makaronat servirur tani duan. Kemi 2 minuta ko, makaronat dhe... Kemi ko plot më thikën. Thikën, pa. Edhe makaronat kemi ko t'i servirim, mos ki merak. Edhe pse unë mendoj që në 2 minuta makaronat nuk besoj se do t'janë... Po mirë, neve do i servirim, nuk ka rëndësi, do me thënë se si. Mirë. Dhe i kthejmë prapë. Që të kuptojmë që kemi bërë, do me thënë... Shia, me me mandarin. Qa t'i hedhim tjetër neve? Kaq. Asë një gjë, sheqer puder jo. E mirë, ja e vëmë dhe këta aty në qëndër të vëmëndjes. Të marrë dhe kjo atë vëmëndjen e duhur. Të lumë shënduar, e mori. Dhe tani, okej, makaronat do t'i... Tani për makaronat ja dalë një qik. Ti hedhim një qik djath ka çkavall sipër, ati ku janë. Edhe, si do qoftë, neve do t'ua hedhim, do me thënë. Në fund fare, hidhe dhe ki djathi, edhe mbuloj, do me thënë, është në momentin e fundit, kur kanë thithur lëngjet plotësisht, hidhe djathi, fiket soba dhe i lëm ashtu në temperaturë të sobës, që djathi të shkritet hynë në brëndësi. Tani neve akoma në avalon, sepse nuk është zjerë, do me thënë. Unë mendoj që ta lëm kaq, është gjëna ta... Ta prishim, ta hedhim në pjatë, është gjëna. Nëse e qojmë në pjatë, ne do ta kthejmë prapë në tenxhere. Mënyra e të gatuarit është treguar e gjitha, nga fillimi e deri në fund, së bashku me përbërësit dhe me
shtimin e djathit kaçkavall të grirë, që është gjëja e fundit që do bëjmë teksa e gatuajmë para se të fikim sobën. Ç'është e vërteta, dalin shumë të mira, shumë të shijshme. Në 7-8 minuta, domethënë, do ta fikni sobën dhe do ta lëni në temperaturë të sobës duke shtuar dhe djathin, dhe ajo do të, si thua, do të reduktoj, domethënë do ngelet ashtu siç është dhe do të bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Do ta keni gati ta servirni, sepse dim që makaronat duhen servirur të ngrohta. Është domethënë një pjatë e çastit që përgatitet në çast dhe serviret në çast. Të lumshëm duart. Për pjatat e çastit që për këtë që nuk një makaron çasti, një ëmbëlsirë çasti dhe një pjatë me thjerza, që kjo nuk ishte e çastit. Nesër në orën 9 e çastit po donte një çik më shumë kohë, domethënë. Nesër të pres këtu, unë zonjat pa diskutim për të gatuar përsëri me shumë shije. Faleminderit Kati. Faleminderit kënaqësi e dashur Anil. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe këtu me Anilën keni vazhdimin dhe vijimin e mëtejshëm. Po, do kthehemi përsëri në studio bashkë me Katerinën nesër në mëngjes. Na ndajmë publiciteti tani.